çdo kush që aplikon për leje ka lënë nëpër durrët e përparimromës dhe drejtorëve të tij. Absolutisht e pavërtet jeta për faktin që kolegjiumi përbëhet prej drejtorit të urbanizmit, që megjithatë është vendimarrësi kryesor. Është totalisht qasje e gabuar, nuk mundën drejtorët me lëshu leje, janë ekspertët, profesionistët e fushës që duhet me i trajtu këto. Është e vërtet që ekziston një aplikacion që quhet e-leja, fatkeqësisht në shumtën e rasteve kjo aplikacion nuk funksionon ashtu si duhet, i ngarkon dokumentet dhe pas 2-3 orë thotë dërzoj fizikisht. Kjo dërzoj fizikisht e ka një prapavi sepse kryetari aktual bashkë me drejtorin e urbanizmit e herplanifikimit hapësinor se i ndrojnë pozitat ata shpesh e kanë formu një farë kolegjiumi që është një organ paralel që vendos për kushtet e ndërtimit për secilin aplikant. Fakt është era e parë që po e një që nuk funksionon sistemi funksionon, ndërsa kolegjiumi është i përbërë prej ekspertëve më të mirë që i ka pas kryeqyteti ndonjëherë në trajtimin e zhvillimit të kryeqytetit. Është problematike kjo qasje sepse nëse ekspert konsiderohet shefi kabinetit përparimromës dhe drejtor të komunës janë. Është pjesë e atij kolegjiumi i cili është i jashtëligjshëm dhe është paralelizëm total në raport me drejtorinë e urbanizmit. Fillimisht e merr lejen pëlqimin te ky kolegjium, pastaj dokumentet i përcjell drejtoritë të urbanizmit. Po ky kolegjium ideja është që çdo gjë që shkon, çdo kush që aplikon për leje ka lënë nëpër durrët e përparimromës dhe drejtorëve të tij. Asnjëherë nuk ka ndodhur kështu, asnjëherë s'ka qenë kaq korruptiv ky sistem i pajisjes me leje. Absolutisht e pavërtet jeta për faktin që kolegjiumi përbëhet prej drejtorit të urbanizmit, që megjithatë është vendimarrësi kryesor, por ka edhe shumë elemente përbërëse aty, sikur që i përmenda edhe më herët, përfshi planifikimin urban që reflektohet nga drejtori i planifikimit urban, është drejtoresha e parqeve po ashtu, që e trajton edhe çështjen e gjelbrimit e kështu me radhë, kështu që në këtë aspekt është vetëm njëra ndër trupat më profesionale ndonjëherë që ka pas kryeqytetin në trajtimin e kërkesave të qytetarëve, që të jenë të sinkronizuara në mënyrën më të mirë dokumentet. Është totalisht qasje e gabuar, nuk mundën drejtorët me lëshu leje, janë ekspertët, profesionistët e fushës që duhet me i trajtu këto, e sidomos nuk mundesh me e qu profesionist fushës shefin e kabinetit, ndërkohë që shpesh herë, si pjesë e këtij kolegjiumi, si antari jashtëm është përparimroma që është konflikt i drejt për drejt i interesit, dhe ana tjetër tha që vendimarrjen kryesore ka drejtori i urbanizmit, gjë që s'është e vërtetë, sepse vendimarrja në këtë kolegjium të paktën ashtu si shkruan në vendimin për kur është formuar bëhet me shumicë të votave. Po megjithatë udhëheqjen e këtij kolegjiumi sepse dallon udhëheqja me vendimarrjen kryesore, ju thatë që ka vendimarrjen kryesore. E shpjegova përbërjen sepse është njëra ndër trupat më profesionale. Ajo çka ju po e sulmoni është